Jepizot, Iniciative të rinjve të qendrës rinore. qeshërimi, Bota është e jotja. Bota është e jona. Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në një tjetër episod podcastit Jepiza. Unë jam Denisa Bajraktari dhe si çdo episod i ma përparshëm, edhe sot do flasim për një tematikë shumë të rëndësishme e cila normalisht ka në krye rinin. Fuqia të folunit në publik. Në fakt, kjo është një tematikë shumë e rëndësishme edhe sadopak ndonjëherë edhe neglizhohet. Duke marrë parasysh se ne si të ri kena ato fillesat tona dhe mundësinë për të arrit një aftësim edhe në të folun, do flasim sot se si vetë fuqia e fjalës përcjell mesazhe, se si përmes kurajos, përmes guximit në përballjen e një audiencë të gjerë, do ndikojë edhe mundesh me përçu mesazhe tek të rinjt dhe tek çdo kush që ty do të ndjek. Sot me mu kam Klaudia Mukuri. Faleminderit Klaudia që je pjesë e podcastit sot dhe je pjesë për të dhënë edhe mesazhin dhe eksperiencën tënde me një aktivitet ku është një shtys që është Shkodra Youth Speech, një aktivitet i cili ti ke arrit të marrësh vendin e dytë në rangun e maturantave, edhe ke pas maturantave të Shkodrës dhe ke pas mundësinë pra që të kesh sukses dhe në një renditje shumë të mirë përmes asaj që ti ke përcjell. Faleminderit shumë që je pjesë. Faleminderit për ftesën. Na fol pak për veten tënde fillimisht, një background po e quaj të vetes tënde dhe normalisht do flasim më konkretisht edhe për aktivitetin edhe eventin që ti ke arrit me sukses. Si çdo maturant tjetër, jeta jeme, si shumica maturantëve, në fakt, jeta jeme është një jetë e qetë, merrem më shumë me leximin e librave, merrem me pikturë, gjithashtu më pëlqen shumë me shkruajt. Por këto gjëra janë në sirtar, nuk kanë dalë akoma në publik. Ke diçka prep më kryesore që i lën këto për një moment Tjetër. Për një moment tjetër. Tha që pjesa e shkrimit, pjesa e leximit është më shumë në sirtar tek ti. Po cila është ajo gjëja më kryesore që momentalisht po e sheh si një mundësi për ta çuar atij? Për momentin, si çdo maturant tjetër, janë studimet e mia. Kam qef shumë me vazhdu me studime për mjekësi, në mënyrë që me prek sa më shumë njerëz, zemrat e tyre, me ndihmu sa më shumë njerëz dhe me arrit atë qëllimin tim edhe për atë cilën unë jam e thirrur. Kjo pjesa e shkrimit për momentin është në sirtar. Por në një moment të caktuar, ndoshta edhe mund të dalin, mund ta ndaj me botën. Edhe mund ta lidhësh edhe ndoshta me profesionin tënd në të ardhmen që mund ta kesh. Kështu që do kesh mundësinë edhe për mi eksploru, besoj tana fushat ku çdo hapjet, çdo etap ku ne kalojmë është me faza ku studimi një herë fillimisht mundohna me arrit me konkretizu më tepër atë arritjen tonë profesionale apo të karrierës po e quaj dhe normal nuk duhet i lajm asnjëherë pezull edhe këto dëshirat apo ambicjet e vogla që mund t'i kena dhe mund t'i çojmë përpara. I rikthejna pak aktivitetit, eventit që ti ke marrë pjesë, sepse për pjesën e ëndrave apo dëshirave do flasim prap më gjatë. Po, për sa i përket Shkodras Youth Speech, si ka qenë ky aktivitet, si u ndeshe me këtë njoftim? A ke pas një fazë, një proces trajnimi, apo si ka arrit më pas në fund dita finale e aktivitetit, si ishte eksperjenca për ty? Atëherë me këtë aktivitet unë jam prezantu, si çdo pjesëmarrës tjetër jam prezantu tek shkolla, pasi profesor Bart, ai që ka zhvilluar trajnimin dhe Linda, ajo që ka kanë organizuesja e këtij trajnimi, një prej organizatorëve domethënë, kanë ardhur dhe kanë prezantuar si trajnim tek shkollat tona. Na kanë dhënë fletat e aplikimit dhe kanë inkurajuar çdo nxënës për me marrë pjesë. Ky proces ka qenë në dhjetor dhe kam pa si një derë shumë të rëndësishme për me zhvillu veten, për me përmirësu veten. Në fakt e kam pasi fije me frikë këtë pjesën, a thu të aplikojnë, po nëse nuk pranohem, kam pas ato dyshimet e mia. Por dëshira jame për me përmirësu veten, për me arrit atë versionin tëm që kam unë në ëndër si çdo person tjetër, ka qenë më madhe se frika jame. Dhe rezultoi që u përzgjolla. Do të thonë në fillim ka qenë një lloj përzgjedhjes? Po. Kanë
nga 3 nxënës për çdo gjimnaz të Shkodrës, publik edhe jo publik. Trajnimi ka fillu nga funi i shkurtit dhe ka zgjat 2 javë deri në fillimin e marsit dhe konkursi ka qenë në prill. Ky trajnim ka dhënë mundësinë besoj që me përgatit më mirë fjalimin që ke pas edhe me anë të mentorëve. Po. Profesor Bart dhe Tina kanë të mrekullueshëm në çdo aspekt. Nuk kanë vetëm si mësues ose si mentor, ato kanë për çdo aplikant, për çdo nxënës që ka marrë pjesë, më shumë saq. Nëse ke pas ndonjë problem, ato kanë aty për ty me fol, me këshillu dhe me drejtu në çdo aspekt tjetër. Pjesën e public speaking, pra aftësinë për të folur në publik. Ti e the që e kishe me dyshim edhe kishe ato dyzimet, a thu mund të marr pjesë apo jo, po a është një aftësi që ti e ke identifikuar më përpara se ti tashmë në një farë mënyrë të arrish me sukses me pas një fuqi në këtë aspekt, dhe a ke pas pra ma përpara, a e ke identifiku të vedi pak ma përpara këtë aftësi që ke, apo ma shumë thjesht e ke nisi dëshirë që ke pas, përmes këtij njoftimi edhe ka rezultu që ke ba mirë që ke besu të vedi? Që t'jem e sinqert, unë këtë aftësi nuk e kam pa tek vetja ma përpara dhe ky fakt më ka bë që me apliku, sepse kam pas shumë dëshirë që ta kem atë aftësi. T'jem zotru se asaj aftësie, pasi e foluna në publik është tepër e rëndësishme, sidomos për ne të rit. Tu kanë se të rit sot e kanë shumë me ankth, si e kanë pas avon pjesën e folun në publik. Dhe foluna në publik, siç na ka thënë edhe profesori, nuk është vetëm me majt një fjalim siç e ka majtur para një publiku. E foluna në publik është mes kjo që am bëni tash, me një mësues, me familjar, me shok, me shoqë apo edhe me një në çdo moment. Apo edhe me një të huaj që e takon në rrugë. Pra ne edhe unë nisë në fakt e pjesa në fillim që është pikërisht një pikë kyçe që na japim mesazhe kudo. Edhe pranej po më vjen shumë mirë që e ke kamufluar në një farë momenti që thjesht ke pas dëshirë, jo se po kam frikë se unë se kam bë kurrë më përpara këtë gjë, por kjo nuk ka ndalu ty që ti me marr pjesë. Frika ka ekzistu. Por kam pas edhe persona që më kanë shtyr dhe nuk më kanë lënë për me ju dhënë asaj frike. Më kanë dhënë kurajë, më kanë dhënë guxim, por edhe ka rezultu shumë mirë. Jam shumë falendëruese për këtë aspekt. Cilët kanë qenë mbështetja jote në këtë fazë? Ka shumë. Ka shumë. Ka shumë. Edhe jam shumë e bekuar që e kam. Spari printe mi që kanë qenë aty për mua në çdo hap të këtij rrugtimi. Kanë qenë tifozat e mi më të mëdhenj, vëllezërit edhe motra, edhe pse s'kan pas mundësi me kanë aty të fjalimi, prap kanë nuk më kanë lënë me dyshu tek mbështetja emocionale e ke ni. Gjithashtu, aty të trajnimi kam taku shumë persona të cilët janë të rëndësishëm për mua, Jessica, e cila thjesht për marrën pa mua, ka bërë një sakrificë shumë të madhe dhe gjatë fjalimit buzëqeshja e saj rrezatuese më ka heqë çdo stres. Klara dhe Aroni kanë qenë me mua aty në çdo hap, më kanë dhënë mbështetje, bile edhe para se me dhënë fjalimin, kena bërë praktika bashk aty te qendra Lincoln e cila ka hap dyrt për ne dhe falenderoj shumë këtë gjë. Desdemona, e cila shoqja ime në ngushtë për 12 vjet ka qenë krah meje për një kohë shumë gjatë. Kushina jeme gjithashtu ka shumë persona. Unë jam shumë me lumtur në fakt që teksa çatu i përmend të emra normalisht edhe si të mushen plot me dashni dhe emocion kur flet për ta, edhe është një gjë shumë me vlerë që secili prej nesh ka. Jena vetë ne njerëzit, njëri tjetrin, kena njëri tjetrin edhe jena pikërisht ne të afërmit që nxisim këdo me mbështetjen, pra që mund t'i kushtojmë këtë rast mbështetjen që familjar, shoqënia të ka kushtu ty, të kanë bërë që çdo stres në atë moment apo çdo vështirësi që mund të kesh kalu edhe përmes emocioneve, të ikun direkt edhe të vazhdosh me shkëlqy sepse din që ke një mbështetje shumë të madhe. Është shumë e çuditshme fuqia që kanë personat të afërt tek ti, sepse me një shikim që mund ta japin, me një buzëqeshje i harron çdo gjë, i largon krejt përmendjes. Edhe ti pa unë mundem me ja dalë, sepse kam këtë që besojnë tek unë. Pse mos më besu edhe unë tek vetja. Kam kanë shumë e fat këtë aspekt. Edhe besoj kjo biles ka me vazhdu me përcjell edhe me çu më shumë me korr më shumë suksese në jetën tënde.
I rikthejna pak tematikës në cilën ti ke fol. Ku është fokusu ma shumë tematika jote edhe në një farë mënyre si ka kanë procesi realizimit të tematikës tek ti? Tematika për cilën kam folur është ndërgjegjësimi ndaj vetvrasjes. Është një tematikë të cilën e kam shumë për zemër. Për faktin se në Shqipëri e dim se si është mentaliteti dhe nuk preken këta. Jo vetëm vetvrasja, por edhe shneti menor. Është më shumë se janë disa tema tabu të cilat nuk preken edhe nuk ja afrohen, nuk ja hellin syt. Ato persona të cilat vujnë ndoshta për këtyre menimeve që kanë probleme me shnetin menor shikojnë sikur janë më të ulët apo më pak se sa janë. Dhe këtë gjë kam deshur me trajtu tek fjalimi jem, kam deshur me prek zemrën e jo 1-2-3 personave, po çdo personi që ka një gjuhë fjalimin tem. Të atyre personave që mendojnë ashtu, më ju thonë janë njerëz, kanë ndjenja, kanë menime dhe gjë më pak që mundën me bëni është mi bë një më mirë. Kurse ato persona që vujnë prej atyre menimeve, vujtja atyre është me vlerë, vujtja atyre është reale, por menimet e tyre nuk kanë baza reale, sepse është menja që ka qef me lujt me ty. Është gjë e frikshme, është gjë jo e bukur, por noll. Këtë gjë kam deshur me përcjell, kam deshur me prek zemrat e çdo personit dhe besoj, shpresoj shumë që ja kam arrit. Po përderisa edhe ke pas atë renditje normal që ti ke pas një mesazhe që ti ke dhënë, ka qenë i fuqishëm, edhe ka qenë aty ku duhet, pra ka prek aty ku duhet, sepse e the edhe vetë, janë këto tematika pak tabu, edhe në një farë mënyrë edhe është ke pas edhe me risk pak këtë tematikë, sepse është e vështirë edhe që të deportosh ashtu siç duhet tek tjetri, sidomos tek një brez po e quaj, pak më i përparshëm, që janë mësuar edhe ata vetë me jetën e tyre që okay, psikologjia, trajtimi i shnetit menor, ana jote menore, pra psikologjike duhet të trajtohen në vetvete edhe në fakt shihen në një farë mënyre tabu tek ne. Një anë jo shumë pozitive, kur me konotacion jo pozitiv kur e përmendim. Edhe në momentin që ti ke pas këtë tematik për të trajtu, është edhe pak riskoze se si po përcjellet, si po kuptohet me ma shumë rëndësi. Çfarë feedbackut ke pas tek audienca për gjatë kohës që ti ke fol, por edhe në fund krejt, kur ti ke arrit për me marrë me kuptu ma shumë ndoshta një feedback? Në fakt, kam pas një feedback shumë pozitiv. Pozitiv, nuk e kam prit që personat në audiencë me e dasht ka shumë fjalimin tem. E majme në gjatë fjalimit, kur isha duke e lanë shikosha në syt e çdo personit, sepse ka kanë edhe një rregull, mos fol, po dike në sy. Dhe i shikosha, i kishin syt e mallë ngjym. Edhe thosha me men, okay, jam duke ja dalë. E kam arrit qëllimin tem. Kur kryva fjalimin, çdo person ka dhënë një dashni shumë të madhe, sidomos Orgesi edhe Teja më kanë dhënë një dashni të pastër. Dhe ju jam shumë falenderuese. Çdo person edhe që nuk i njihsha më nalte, më përçafote, ja ke dalë, ke fol shumë bukur, edhe thash, e kam arritur që kam desh. Edhe konfidencë, vetbesimin duke thënë edhe, okay, un jam të pas diçka në dorë që ja kam dalë edhe jam të arrit me përçu tek njerëzit. A mendon se pjesa e trajnimit ka ba ty për me heq në një farë mënyre këtë pjesën e emocionit, të përballesh pak më realisht me një moment të tillë, apo ka kanë momenti dita pra finale që ti ke kanë përballë audiencës? A ka kanë stresuese e përmendme që në një farë mënyre njerëzit e dashtën të kanë bërë që ti largosh këto emocione, po prap ti vetë si Claudia, se si e ke ndih këtë moment? Biseda parë që kam bërë me profesor Bartin, ka qenë tek shkolla ku ka ardhur me prezantu trajnimin, edhe kam thënë. Un kam shumë qejf me marr pjesë në këtë trajnim, por kam një ankth tepër të madh kur dal me fol para një audiencë. Dhe gjë vetëm që më ka thënë, unë nuk mundem me të premtu ty për me ta hek atë, por mundem me të mësu ty si me mshef ankthën tan. Dhe këtë gjë ne e kemi mësuar te trajnimi dhe e kam marrë fjalën. Kam pas ankthi ekziston. Nuk kam arrit akoma me hek. Por di si me mshef tash. Dhe këtë gjë kam pas fal trajnimit që kam bërë. Kanë 2 javë, duken shumë pak, por kanë ndryshuar jetën time në shumë aspekte të ndryshme, në çdo aspekt.
Klaudia para 5 muajve nuk kishte ardhur këtë me majt ku diu një fjalë po më dhanë edhe këtë intervistë. Kështu që gjëra ndryshojnë edhe brenda një periudhe shumë të shkurtër. Shumë të shkurtër. A e mendon këtë aftësi që më zhvillu më tepër prep në të ardhmen? Do të thonë edhe nuk e ke menduar përpara vetin kështu, po je tu arrit, ja ke dal fillimisht në një aktivitet konkret që e ke bë, po si e mendon të ardhmen tënde në pjesën e public speech? Shpresoj shumë që me e zhvillu edhe më shumë, sepse ka vene për përmirësim, ka gjithmonë. Shpresoj që të marr pjesë edhe në konkurse të ndryshme, ndoshta edhe u marr më shumë me këtë pjesën e shtetit menor, pasi është një temë të cilën e kam shumë për zemër, si e thash më parë. Dhe nëse do flasim më shumë rreth kësaj tematike, se ne në fakt kena pas edhe tek episodi i më përparshëm, kena pas mundësinë me trajtu në një farë mënyrë edhe vetë tematikën e shtetit menor. Po atëherë kena marrë prizmin nga një psikologe. Sot du me marrë nga ti një eksperiencë apo një këndvështrim të një të reje, të një maturanteje që ka shumë gjana në kokën e saj, në jetën e saj, që duhet me zhvillu, me bë, studimet, aktivitetet jashtë-shkollore, pasionet e tjera që duhet mu zhvillu, familja. Pra janë disa aktorë këtu që ndikojnë në jetën e secilit prej nesh, ne të rinjve, dhe si ndikon edhe kjo në vetvete tek ti, në mendjen tane, në qetësinë tane. Atëherë, kohënat kanë ndryshuar shumë. Statistikisht, njerëzit vujnë më shumë me shtetin menor në këtë periudhë, se sa kanë vujt para një dekade, apo dekadave më përpara. Këtu rol të madh luan edhe interneti, social media, mediat sociale, sepse jena të ekspozuar ndaj versioneve perfekte të cilat nuk janë reale. Dhe në një farë mënyrë ndikon shumë tek psikologjia një adoleshenti të ri, sepse nuk duket në atë standardin që është, nuk ka ato aftësi të cilat i kërkon një vetë standardi që ka vendos. Po. Dhe ndikon e myll në vetvete dhe sikur e lën si një zog pa krah. Nuk merr iniciativa për me përmirësu veten sepse s'ka vetbesim. Dhe kjo mungesë vetbesimi e ban që me nejt aty ku është dhe i sjell ato mendimet që unë kam deshur, dhe i kam trajtu tek fjalimi jam. Pra në një farë mënyrë thjesht na i na mësuan të rinj që në këtë kohë që ka ardhur në këtë influencim të dëmshëm ndoshta që na ka bërë që thjesht shoh një imazh aty, një standard që kanë vendos vetë kjo botë e sotme, edhe në një farë mënyrë të dyshojnë tek veti mbi sa po përputhna me këtë standard. Luan rol edhe shoqënia, pasi për shembull tek pjesa public speaking. Nëse një njeri del me dhënë një fjalim apo diçka të tillë, një person në qesh apo pa në koment, dhe ndikon shumë tek psikologjia e atij personi që ashtu e dhën fjalimin dhe e myll, e ban që mos me dash me dal më përpara të tjerë për me fol. Këtë gjë kam deshur me trajtu shumë tek fjalimi dhe besoj se ja kam dalë. Besoj se ja kam dalë. Edhe unë mund të edhe ta faktoj, dhe me thënë ti e marr atë modestin tane që thu besoj ja kam dalë, po në fakt ti ja ke dalë me të vërtetë, se normalisht e para punës ne të kena sjell këtu si një shembull për me njek edhe të rinjt, përmes edhe kësaj dëshire apo kësaj frike që ti mund të kesh pas, po e ke myt këtë frikë dhe ke ke shndru dëshirën tande më të madhe, edhe ke pas diçka që ke thënë, këto tematika, këto anë të botës sotme në cilat ne po i përjetojmë, duhet që t'i sjellin këtë fjalim, duhet që t'impaktoj, t'jap mesazhin tem, edhe përmes vështirësive që ti mund të ketë pas gjatë përgatitjes, emocioneve që ti mund të kesh pas nga më të ndryshme gjatë përgatitjes së këtij fjalimi, për të kanë bërë që atë ditë të shkëlqesh edhe të kesh thjesht, na të shohim thjesht Klaudia, në cila me plot vetbesim edhe konfidencë na përcjell mesazhin edhe prek edhe zemrat tona. Kështu që për këtë të jesh shumë e sigurt që ja ke dalë. Për pjesën e pra nëse flasim pak në të ardhmen tane, edhe pra ja fillojmë që në këtë fazë që ti tashmë je maturanti, je të diplomu, ke provimet e maturës, që të uroj shumë suksese në rallë të parë, dhe që do bashtim mas diplomimit?
herë. Mas mature. Mas mature. Më pret një verë e shkurt, por edhe me shumë emocione, sepse, si thashë edhe më parë, kam shumë qef me vazhdo me studiu për mjekësi. Ashtë edhe i stresi i provimit, jam me angazhu në disa qendra rinore të tjera, ashtë me angazhime plot, por ka me ka një verë ndryshe për të tjerave, të cilat kam pas më parë, dhe ashtë edhe i stresi i universitetit qytet i ri, njerëz të ri, mësues të ri. E kam pak me stres, por me zi pres për marrë dhe jo për ju, sepse kam me studiu një dek të cilën e du fort. Kam me studiu në një dek për cilën kam një pasion shumë të madh. Kam një hap më afër ëndrrës teme. Shumë e vërtet. Në cilën fush më konkrete të mjekësisë? Apo e ke kështu të përgjithshme? Neurologji, neurokirurgji këto. Pra ti përveç se na prej kokat tona emocionalisht, dënë edhe na i prej kështu konkretisht. Shpresoj. I rikthejna edhe i herë të folunit publik, aftësisë se të folunit në publik, po edhe përmes shembullit që ti mund na jepsh, se por tashmë në një krahasim edhe me rinin. A mendon se të rinjt kanë frikë sot për me bë këtë gjë, edhe si mund ta kapërcejnë për mos me thënë atë nuk jam i mjaftueshëm për këtë gjë? Të rinjt ka një problem tepër të madh për sa i përket folunit publik, pasi kjo gjë shifet edhe në një prezantim krejt normal, projekti në shkollë. Do me thënë e kena ballë për ballë, e shohim për çdo ditë, edhe është po një gjë të normale për me pas ankth, me dal me dhënë një fjalim ose një prezantim krejt shkurt, kur nuk duhet me kanë kaq normale. Një në arsyet është, si e thamë edhe më parë, mungesa vetbesimit apo edhe komentet që mund bëjnë moshatarët tanë, që i myllë në vetvete dhe që prapë edhe këtu vazhdojnë me influencë. Po, kanë influencë shumë të madhe negative. Si munden me luftu këtë frikë apo këtë sfidë që ata në vetvete kanë? Sepse po e lidhi këtë edhe me që disa të rinj nuk është se din këtë aftësi që ata mund ta kenë për brenda, sepse na jena mësuar që ekstroverti është ai që flet, e dina që tashmë nuk ka problem që me fol përpara qoftë shoqënisë, qoftë përpara një projekti, prezantimi, apo qoftë edhe një publiku më gjanë. Po ka, domethënë, kena edhe shumë prova tjera që ka dhe ato introvertat, siç mund të klasifikohen, që kanë aftësinë edhe për të fol, ndoshta edhe ka një bindje apo një qartësi mendimesh më të madhe se ekstrovertat, por prap kanë atë mbylljen përmbrana. Dhe për të dal nga kjo guask, po e quaj, klasifikimi që shoqënia jonë mund të ketë bë, si mund të identifikojnë apo si mund të kalojnë këtë sfidë vetë të rinjt? Fatkeqësisht nuk ka një ilaç apo një kur të caktuar, por gjëja vetme që munden me bash për me dal nga zona e komfortit. Me nxjerr veten në pozicione apo në rrethana të cilat janë të parahashme për ta, siç ka kanë ky trajnim dhe fjalim për mua. Si thash edhe më parë, dëshira atyne për me përmirësu veten, do të me kanë më madhe se frika atyne. Do të me pas një diçka për cilin ato e dojnë më shumë, se sa frika atyne. Dhe kjo është një kur në rëthojza, më efektivja. Dhe kjo pjesa e introvertve dhe ekstrovertve, janë thjesht, si mas meje, janë thjesht disa epitete të cilat ja vendos personi vetes për me kufizu dhe mos me e dzirë veten në pa. Me pa dhe potencialin ma shumë tin që ka. Me pa potencialin e tyne, me ja kufizu aftësit vetes, sepse nuk ka persona ekstroverta dhe introverta. Nëse ti je një person më i qetë, ke qef mu basi ato që i qunë bota ekstroverta, thjesht zire veten pa. Hekja vetes ato pranga dhe ato zinxhir që të majnë dhe ke mu basi ai personi tjetër. Nuk ka gjatë që s'ndryshon, sidomos njerë ndryshon shumë, brenda edhe 5 mujve. Siç nolli. Po, siç nolli të konë. Dhe është më e mira, dhe me thanë, sukses po e quj, në një farë mënyrë është edhe kur ky ndryshim është bërë normal për të mirën tënde, për zhvillimin e
potencialit tënd, zhvillimin e aftësive tuaja dhe me kuptu më mirë që para 5 muajve ti mund të kesh pas aftësinë që pjesën e studimeve që i ke realizuar shumë mirë, leximi e gjitha këto më radh, po tash introvertja. Po tash je në një tjetër dimension të jetës tënde dhe zhvillim tjetër të magër të asaj që ti je në gjendje dhe aftë për me bë. Ku normalisht unë e them në çdo podcast, mundohna me përcjell mesazhe të tilla që asnjëherë drejt nuk duhet me dyshu as te potenciali tyne, as te aftësitë tyne, po gjithmonë duhet me besu shumë në veti edhe atë pjesën e modestisë duhet të mbahet gjithmonë normal, por mos ta kufizojmë, siç e the edhe ti, mos ta kufizojmë vetin që unë jam kështu, do mes vetëm në këtë guas, por ti ke mundësi prep me uçu matej, çdo dije tane, çdo mundësi tane, sepse është bota e mundësive. Tashmë është thjesht e rëndësishme me kap ato mundësi që përkojnë pikërisht me identitetin tënd, po e quaj kështu. Simas teje, pse është e rëndësishme me zhvillu të rinjt të folunit në publik? Ku mund ta lidhësh edhe me vedin, dhe me thënë pse është ti të rëndësishme tash pas tyne 5 muajve, për ty është e rëndësishme që me pas pesh fjala jote, me pas një forcë në momentin kur ti ta përcjellsh. Pra edhe ky bashkëbisedim që po bëjmë, edhe me një mësues apo me një audiencë më të gjatë apo edhe në auditor të universitetit që ti do të shkosh. Në momentin që ti ke për të prezantuar një tematikë tane apo ke për të fol edhe më gjatë edhe atje për një mendim tanin, pse është e rëndësishme që i riu duhet me përvetësu këtë aftësi? Sepse komunikimi është baza e qenieve njerëzore. Komunikimi është ura lidhëse mes meje dhe te, mes meje dhe një publiku më të gjatë, mes meje dhe një personi që nuk e njoh në rrugë. Në sajt të komunikimit, ti përcjell ato mendimet e tuaja në një mënyrë perfekte, pa desht me cënu të drejtën apo sigurinë dhe personin e fjalë. Në sajt të komunikimit, ti mundesh me ndërtu marrëdhënie të shnetshme, me lënë një impact të çdo person që ti e takon. Na po flasim në këtë rast për komunikimin e shnetshëm. Sepse normal kur ti arrin ta bash në mënyrën e duhur, ke për të dhënë këto anë pozitive. Pavarësisht se nuk duhet lëmë në harres, në fakt edhe anën negative që mund të ketë një fjalë apo përçimi i një mesazhi që njëri thot bashkëmoshatari i tij. Kjo lidhet edhe me atë që them më përpara ti, qoftë pjesën e frikës sikletit që mund të kenë të rinj për mu përban publik, sepse kanë bashkëmoshatarët e tyre që ndoshta kanë një nënqeshje, e shohin me përbuzje, po quaj ose me një sy magjikus. Pra duhet të kena kujdes edhe mënyrën e komunikimit edhe të efektiv, po edhe të shnetshëm. Dhe kjo lidhet tu e aftësu vetin, tu ndërgjegjësu në krahun tjetër si audiencë në këtë rast. Një komunikim i shnetshëm nuk është ai komunikim ku e ul personin që ti ke përballë. Një komunikim i shnetshëm është një komunikim i cili thjesht e lartëson atë personin që ti duke fol apo duke biseduar me të. Një komunikim i shnetshëm është kyçi i një shoqënie të shnetshme, një kyçi i një shoqënie e cila thjesht është suportuese për personat, për bashkëmoshatarët tanë apo edhe për personat të ndryshëm publik. Mos them që është edhe kyçja e çdo marrëdhënie një që ne do ndërtojmë. Jo vetëm shikuaj kjo, e folën në publik, si e thashë edhe më parë se një fjalim. E folën në publik është kyçe për një marrëdhënie, qoftë edhe me prinin tan, qoftë edhe me familjarin tan. Nëse s'ke një marrëdhënie të shnetshme me ta, nuk ke me kanë kur i përmushur. Kështu që komunikimi është Chelsea i asaj përmushjes tane njerëzore. Me qënë se ky aktivitet ishte në rang shkollash, gjimnazeve, a mendon që në gjimnazet në një farë mënyrë në atë pjesën më të përgjithshme, i kushtojnë shumë rëndësi, apo i kushtojnë një rëndësi të veçantë kësaj fushë, përvetësimit të studentëve, të nxënësve në këto shkolla specifike, por edhe në Shqipëri në këtë rast. Pra, përvetësimi i të folunit publik, i shkaftësisë në të folunit publik, në shkollat e qytetit ton, po edhe në Shqipëri në vetvete. A mendon se i kushtojnë shumë rëndësi? Nuk mendoj se i kushtojnë rëndësinë e duhur, sepse duke marrë parasysh edhe vendet në zhvillim, e foluna në publik, komunikimi në publik, është një deg e caktuar në universitete të ndryshme. Atë rëndësi të madhe i japin, kurse këtu në Shqipëri me sa ka mundjeni, nuk kanë një deg të caktuar për këtë aftësi. Ose trajnime. Dhe
ka kanë një bekim shumë i madh që unë kam kanë pjesë e këtij trajnimit nga profesor Bart edhe Tina. A mendon se duhet mushtu ndoshta aktivitetet, konkurset e tilla, sepse edhe unë vetë në dijenin time, për shembull më ka qollu që aktivitete për të folën në publik, ndoshta mund të ekzistojnë, pra ndoshta një herë në vit që mund të hasna ne të rinjt në vetvetes. Pra me ato njoftimet që ne mund të na vinë. Pra qoftë kjo pjesa për shkollën, qoftë në një aktivitet tjetër që mund të kenë, po janë të pakta. Dhe a duhet të shpeshtohen apo të bëhet në mënyrat nga më të ndryshme që edhe vetë i riu pra të ketë atë synimin që me shkatësu dhe aftësu më shumë vedin. Këto trajnime janë të rëndësishme dhe është e çuditshme se si një trajnim 2 javor cilin ka marrën pjesë ka ndryshime rrënjësore, jo vetëm tek unë, por tek çdo antar tjetër që ka kanë pjesë e këtij trajnimit. Nëse ti do e kishe pa se si kena dhënë prezantimin e parë, ditën e parë, me prezantimet që kena dhënë ditën e fundit, ti do kishe thënë, wow, janë persona të ndryshëm këta. Vetëm 2 javë kanë dhe kanë pas një efekt shumë të madh. Dhe imagjinoj çfarë ndryshimit mund të kishin pas tek ne si persona, si adoleshenta, nëse do kishin kanë një periudhë më të madhe apo edhe me orë më shumë. Kështu që e folën në publik duhet të jetë së zban pjesë e çdo universiteti apo dhe trajnime në gjimnaz, sepse janë të rëndësishme. E formon, i duke formu një nxënës për me dhënë më shumë se sa ai e shef veten sa është. Shumë e vërtet. Të shti mos i maj përmenda këto tipsa apo këto këshilla që mund të kenë dhënë, po vehu në këpucë të një trajneri dhe na jep momentalisht që mundesh me na dhënë në 1, 2 ose 3 këshilla që mund të kenë dhënë vetë trajnerët e tuaj, edhe për të rinj që na shohin. Çfarë këshille do jepje të rinjve që aspirojnë me zhvillu këtë aftësinë vedin e tyne, edhe e shohin edhe i kanë këto aftësi, pra e dinë që kanë aftësinë për të folë, ose të paktën nuk ju ekziston frika për me folë në publik, por gjithmonë nevojiten që mu përgatit në një farë mënyrë, apo mu trajnu edhe mbi atë aftësim që ti ke. Pra nuk do të thotë që okej, ti beson që je i mirë në këtë gjë dhe s'ke nevojë për mu trajnu apo për mu shkatësu më tej. Kështu që ç'a mund të na jepsh ti në një këshill për të rinj sot? Pra ma sak disa këshilla kyçe se si munden me shndërru, apo se si edhe ty të ka ndihmu me shndërru vedin tanë në këto 2 javë në aftësimin e të folën në publik. Ajo që ka bën një person për mu dallu nga të tjerët është mënyra se si duket, domethënë, pamje të parë se si dukesh ti. E rëndësishme shumë është postura që ti mon, për vajzat do të me kanë më pak se një grusht, kurse për djemt një grusht, hapësina mes këmbëve. E rëndësishme shumë është kontakti me sy, sepse ti në atë mënyrë je duke e tërheq audiencën tek ajo që ai tu thon ti. Edhe tu i thon hey, më gjatë, po, jam të fol. Jam të pa në sy. Një në rregullat ka kanë mos fol, po gjeti pa në sy. Gjithashtu që është e rëndësishme janë pauzat. Nuk do të janë të ndaluar rreptësisht. Thjesht në momentet kur ti ke nevojë për me marrë mendimet e tuja, si që na ka thënë edhe profesori, pause, take a deep breath, merr frym thellë, edhe vazhdo. Sepse personat, audienca, atë punë ka me të ndëgju ty. Dhe nuk janë të i kaskon, se të i kas të jaskon. Gjithashtu, nuk dohet mi memorizu gjanët apo fjalimet, sidomos në prezantime projektesh tek shkolla, sepse nxënësit e kanë tendencën për me bërë gjë. Njerëzit nuk e dinë se çka ke shkruajtur në tin flet. Njerëzit e dinë thjesht çka jetu i përcjell ti atyne. Kështu që s'ke nevojë për me i shkruajt, sepse në momentin që ti i shkruajt, ke me dash me memorizu. Dhe memoria jon ndonjëherë mund të na lajë balt dhe nuk duhesh thjesht me thon me tregu, pra me kamuflu edhe pjesën që okay, ti mund ta kesh harruar një pjesë, po ne nuk e dinë. Ato nuk e dinë. Kështu që ti thjesht vazhdo. Jep informacionet e tjera, thuaj çfarë do të më thon dhe do shkëlqesh. Po, do shkëlqesh dhe kemi u dallu prej tjerëve. Po pjesa e menaxhimit kohës, si ka kanë për ty? Besoj ka pas një minutazh. 20 deri 22 minuta maksimumi. Në fillim ka kanë pak e vështirë kur isha duke bë provat, sepse shkosha deri në 30 minuta, sepse dosha me fol shumë, me përcjell shumë, por minutazhi ka kanë i vogël, sepse kanë pas edhe pjesëmarrëse të tjerë, anëtar të tjerë. Por me anë të praktikës, hoqa ato që nuk ishin të rëndësishme dhe dhash ato gjanat kyçe, cilat më janë duk më të rëndësishme.
nuk kam pas një skenar në rëthojzat cilën unë e kam njek, thjesht kam njek zemrën. Edhe jam lut për me përcjell atë që don Zoti që unë me përcjell tek tjerët, për me prek sa më shumë njerëz. Dhe besoj se ja kam dalë. Për me modesti. Unë të falenderoj shumë, Klaudia, për këtë bisedë shumë të këndshme. Ma ke mbush zemrën me shumë pastërti, me shumë fjalë edhe mesazhe të bukura, që në fakt uroj që tek secili nga pjesëmarrësit në këtë rast virtualisht që na kanë pa, uroj që kena prek edhe zemrat e tyne përmes këtyne kësaj bisede të këndshme që kena pas bashkë. Përmes podcastit ton një epizod, gjithmonë tek kjo fjala kyçe jep i za, dona që përmes zanit tan ti t'japësh edhe përmes asaj që ti përfaqëson, t'japësh një lloj mesazhi tek të rinj, tek bashkëmoshatarët e tuaj. Cila është ajo gjatë që ti do doje mi dhanë za, pavarësisht se na kena folur shumë gjana sot, po në këtë konkluzion tashmë, në këtë përmbyllje finale të episodit sotëm, çfarë gjaje do i do ti jep je za? Jam të thonë diçka që kam thënë edhe tek fjalimi. Falni sa më shumë dashni, sepse ne jena të krijuar nga dashnia për dasht edhe për të dasht. Shumë faleminderit Klaudia. Faleminderit. Faleminderit edhe uroj gjithmonë që ti të arrish edhe të kapësh majat, suksese e shumë suksese kudo, qoftë në pjesën e fushën e mjekësisë, qoftë në pjesën e motivimit të bashkëmoshatarëve tuaj që e bën më së miri, edhe uroj gjithmonë që të kena edhe për ma shumë gjana për me folë me ty, edhe të kena mundësinë edhe për mu taku për aktivitete edhe arritjet tuja më të mëdha. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve që ndoqët këtë episod. Është gjithmonë kënaqësi që përmes episodeve që ne realizojmë në Jepiza, të kena mundësinë të përçojmë edhe të deportojmë thellë edhe në zemrat tuaja. Faleminderit shumë edhe një herë edhe shihna në episodet e ardhshme.